Tha pejgamberi ka sjell Ibn Majah dhe Sheikhul Albani ka thonë prap hadithi është i vërtet, kush e merr një udhtim për me ardhur në xhamin time, s'kan për një diçka tjetër, por thjesht veç për me marr dije, ose me dhon dije, ose me dhon shpërblimi për këto është bimenzilet el mujahidi fi sabilillah. Është shpërblimi sikur një luftëtar që lufton në rrugën e Allahut. Luftëtari me një pikën e gjakut parën të tij që bjen, një pikë gjak që t'i bjen i falën me katët. Luftëtari spytet në varr, luftëtari kalan let ditën e gjykimit, luftëtari ban shefat për familjen e tij. Ndërsa nëse shkon në xhamin e pejgamberit, por edhe nëse shkon në xhamia tjera, është e njëjtë shpërblimi se kur njëri që lufton në rrugën e Allahut. Dhe dietarë për tyne, Il-Kharraisi, tha po pse bëni këtë krahasim? Bëni krahasim thase, lufta në rrugën e Zotit nuk don të thotë që është vetëm me shpatë dhe me armë. Por lufta në rrugën e Zotit është me shpatë, është me armë, është me fjalë, është me shpjegim. Kjo tha është luftë në rrugën e Allahut Azza wa Jall.